Mandatin e nisi me vizitë zyrtare në Maqedoninë e Veriut e në takimin e parë me homologun e saj Timço Mucunski, ministria shqiptare e eurointegrimeve Eliza Spiropali kishte disa porosi që i drejtoi drejt politikanëve, po edhe institucioneve të vendit, duke cituar të dhëna nga regjistrimi i fundit i popullsisë. Spiropali tha se në situatën aktuale gjeopolitike, shqiptarët kanë rol të rëndësishëm dhe vendimtar në rrugtimin e Maqedonisë së Veriut. Këtu jeton një komunitet shtetformues shqiptar që arrin deri në 30% popullsisë së përgjithshme sipas censusit fundit. Shqiptarët e Maqedonisë Veriut janë një faktor progresist, pro-europian dhe vendimtar për stabilitetin demokratik dhe orientimin euroatlantik. Prandaj në klimën e sotme gjeopolitike, ku ndikimet e aktorëve të tretë po shtohen dhe kërcënimet hibride po bëhen më agresive, roli konstruktiv i shqiptarëve dhe i përfaqësuesve të tyre politik në shumicë apo në opozit mbetet jetik, respektimi i gjuhës shqipe, i identitetit etnik dhe përfaqësimit të drejtë janë detyrime që duhen zbatuar plotësisht dhe pa ekuivoke. Para gazetarëve në Shkup, Spiropali foli edhe për rëndësinë e marrëveshjes së Ohrit dhe inkurajoi institucionet në zbatimin e së njëjtës. Duke njohur këtë realitet, ne mirëpresim dhe inkurajojmë zbatimin konsekuent të marrëveshjes së Ohrit. Marrëveshja e Ohrit është një dokument paqeje dhe bashkëtese i garantuar ndërkombëtarisht. Ne jemi mirënjohës Shteteve të Bashkuara të Amerikës si aleat i të dy vendeve dhe presidentit Trump për përfshirjen e aktit për demokracinë dhe prosperitetin Ballkanin Perëndimor, i cili mbron paqen, rendin demokratik dhe vetë marrëveshjen kornizë të Ohrit. Ministra Spiropali garantoi se Shqipëria do të interesohet në vazhdimsi në kuadër të obligimeve kushtetuese për shqiptarët jashtë vendit. Përndryshe, veç Mucunskit, Spiropali ka takuar edhe kryeparlamentarin Gashi, po edhe deputetët femra të partive politike shqiptare. Ajo nesër pritet i takojë edhe krerët e partive politike shqiptare në pushtet dhe opozit.